Ebu Bekri radiallahu anhu. Baba i tij ishte Osman ibn Amr, Ebu Kuafe, ndërsa e ëma Selma bin Sekhr, Umu Hajr. Ai lindi 3 vjet pas ngjarjes së elefantit. Kur Ebreheja, mbreti i Yemenit, erdhi për të pushtuar Mekën me ushtrinë e tij me elefant, nëna e Ebu Bekrit ishte vajza e xhaxhait të Ebu Kuhafes. Ato kohë, Selma, e mbiquajtur edhe nëna e bekimeve nga banorët e Mekës, po kalonte një periudhë të vështirë, pasi të gjithë fëmijët meshkuj që kishte lindur më parë nuk i kishin jetuar. Zemra po i digjej nga dëshira për të pasur një djalë. Kishin kaluar 2 vjet nga ngjarja e elefantit dhe Selma ishte përsëri shtatzën. Gëzimi mund të lexohej qartë në sytë e saj, se rradhe kishte një parandjenjë të mirë. Ajo ishte shumë e sigurt se ky fëmijë do të ishte djalë. Megjithatë, ndjeu se duhet të bënte diçka ndryshe në mënyrë që dëshira e saj të bëhej realitet. Prandaj ajo bëri një premtim që djali t'i shërbente Qabes nëse do të jetonte. Të premtime shpalli haptazi. Aso kohe, ky lloj premtimi konsiderohej i shenjtë dhe duhej përmbushur me përpikëri. Koha kishte ardhur dhe nëna e bekimeve filloi të ndjente dhimbjet e lindjes. Ajo do të cilte në jetë një fëmijë të bekuar. Megjithse ishte pothuajse e sigurt se do të lindte djalë, vazhdonte të ishte e shqetësuar. Arsyeja e këtij ankthi ishte frika për jetën e tij. Ajo u betua se sapo të lindte djalin, do të shkonte pranë Qabes dhe do t'i lutej përgjërueshëm Zotit të saj. Synimi i saj ishte kjo lutje e përvuajtur: Allahu im, dhuroj jetë të gjatë fëmijës tim. Shpëtoje atë për hatrin tim. Shkalla e sinqeritetit në lutjen e saj ishte garancia më e madhe për pranimin. Sigurisht që një përgjërim aq i thellë nuk mund të kthejë mbrapsht. Djali e Ebu Kuafes kishte lindur gjallë. Statusi shoqëror i Ebu Bekrit në Mekë. Për shkak të suksesit në tregti, Ebu Bekri ishte bërë një nga tregtarët më të pasur të Mekës. Përveç pasurisë, ai kishte fituar gjithashtu edhe respektin e bashkësisë përmes ndershmërisë dhe besnikërisë. Fuqia e tij ekonomike ishte e pakrahasueshme dhe reputacioni i tij midis kurejshve kishte arritur majat. Ai ishte një nga burrët e parisë së Mekës, një kryetar fisi i respektuar dhe antari një elite personash që merrnin vendime dhe drejtonin punët në Mekë. Ndër këta mund të përmendim edhe Ebu Sufjanin, Umeje ibn Halefin, vëllezërit Utbe dhe Shejbe, Ebu Gjehlin, Suhejl ibn Amrin dhe Ebu Lehebin. Asnjë vendim nuk mund të merrej pa votën e Ebu Bekrit. Përmes sjelljes së mirë dhe zgjuarsisë së tij, Ebu Bekri u kthye në një prijës. Midis kurejshve, ai ishte më i dituri në fushën e gjenealogjisë. Madje edhe çështje serioze si vrasja, vjedhja apo dëmshpërblimi do të cilleshin tek ai për t'u dhënë zgjidhje. Ai kishte fituar reputacionin me anë të ndershmërisë. Kishte vepruar me ndjeshmëri të madhe në mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve dhe kurrë nuk kishte trajtuar dikë me padrejtësi. Për këtë shkak, kurejshët kishin preferuar këshillën e tij mbi atë të kryetarëve të tjerë të fiseve. Ebu Bekri ishte gjithashtu nga të paktët persona që ishte distancuar nga sjelljet negative të epokës së ignorancës. Ky ishte një virtyt që e kishte dalluar nga të tjerët. Megjithse faqja e shëmtuar e ignorancës kishte prekur çdo aspekt të shoqërisë, ajo nuk kishte mundur të futej në shpirtin e të lirë të Ebu Bekrit. Marrëdhënia e tij me idhujt asnjëherë nuk kishte qenë e mirë. Edhe në fëmijëri, kur i ati e kishte çuar në Qabe, ai kishte parë me habi të madhe se si njerëzit adhuronin objekte që i kishin ndërtuar me duart e tyre. Dëlirësia dhe pastërtia ishin virtyte themelore të karakterit të tij. Ai kishte bërë një premtim vetes se kurrë nuk do të pinte alkool. Ai e dinte se pirja e alkoolit nuk sillte asgjë përveç së ligës dhe shpeshherë debatonte se ata që përdornin alkool herët avon do të humnin nderin dhe dinjitetin e tyre. Funhasi dhe Ebu Bekri.
Ftesa e njerëzve në islam ishte një detyrë e vazhdueshme për të gjithë muslimanët. Natyrisht edhe Ebu Bekri vazhdonte të përçonte mesazhin në Medinë. Ai takoi me shumë njerëz dhe secilit i fliste për bukurinë e besimit, të cilin e ndjente thellë në zemër. Rastësisht, Ebu Bekri takoi një burr të quajtur Funhas. Ky person kishte një uri të mira të shkrimeve të shenjta. Ai ishte një dietar që u tregonte histori nga Teurati fëmijëve në sinagogë. Funhas edukonte fëmijët në mënyrë që ata të bëheshin dietar të së ardhmes. Nëse ky njeri do të pranonte islamin, shumë njerëz të cilët e respektonin, do të ndikoheshin prej tij për të pranuar profetin e fundit. Një ditë, Ebu Bekri shkoi për ta takuar dhe filloi t'i fliste për themelet e besimit. Ai u përqendrua në jetën pas vdekjes dhe theksoi pasojat e fshehjes së të vërtetës. Pas një diskutimi të gjatë, Ebu Bekri i tha: "Turp të kesh o Funhas, ki frik Allahun dhe eja në islam. Ti e di shumë mirë se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Kjo është shumë e qartë në Bibël dhe në Teurat." Funhasi nuk ishte ndërmend të dorëzohej para Ebu Bekrit. Zuri të tallej me gjërat më të rëndësishme të besimit të Ebu Bekrit. "O Ebu Bekr, ne nuk kemi nevojë për Allahun. Allahu ka nevojë për ne. Ai kërkon nga ne më shumë se sa ne kërkojmë prej tij. Ne jemi më të pasur se ai. Nëse Allahu do të ishte më i pasur, nuk do të kërkonte pjesë nga pasuria jonë, siç thot mësuesi yt. Ai e ka ndaluar për ju kamatën, por ne na e ka lejuar. Po të kishte qenë më i pasur se ne, nuk do të na e kishte lejuar edhe neve." Ebu Bekri ishte një njeri me sedër dhe nuk mund të lejonte një ofendim të tillë ndaj Zotit të tij. Funhasi me anë të një loje fjalësh manipuluese, po përpiqej ta paraqiste qymyrin si diamant. Për më tepër gjua e përdorur ishte fyese. Përpara se të përfundonte fjalin, Ebu Bekri e zuri për fyti. Kjo ishte diçka që nuk e priste. Pastaj Ebu Bekri i tha me zë kërcënues: "O armik i Allahut, betohem në të gjithë fuqishmin që ka në dorë shpirtin tim, se do të ta kisha këputur kokën tani sikur të mos kishim një marrëveshje mes nesh." Ebu Bekri ishte një njeri i sjellshëm e i edukuar, dhe kjo sjellje ishte e pazakontë për të. Megjithatë, kur bëhej fjalë për cënimin e emrit Allahut edhe profetit, ai ishte i patrembur dhe nuk kishte shok në trimëri. Funhasi kishte mbetur i fyer për shkak të vetë sjelljes së tij të pahishme. Me shpejtësi shkoi tek profeti për t'u ankuar për Ebu Bekrin. Sjellja e tij arrogante ishte e dukshme. Sidoqoftë, dukej se ai nuk e kishte ndjerë mësimin akoma, sepse gjatë gjithë kohës përpiqej t'ia hidhte fajin Ebu Bekrit për incidentin. Funhasi nuk tha asgjë për fyerjet që kishte bërë. Profeti fisnik thiri Ebu Bekrin dhe e pyeti pse kishte vepruar në atë mënyrë. Ebu Bekri u turpërua, por duhet të tregonte fytyrën e vërtetë të këtij njeriu. Funhasi po ankoi për një njeri të cilin e kishte ofenduar. Normalisht Ebu Bekri nuk ishte nga ata që justifikonte veprimet e veta përpara të tjerëve, por kësaj here duhet të tregonte çdo gjë ashtu siç kishte ndodhur. Prandaj filloi të shpjegonte: "O i dërguar fisnik i Allahut, ky njeri është armik i Allahut. Ai ka bërë një mëkat madh. Ai tha gjëra të shëmtuara për Allahun e plot fuqishëm. Ai tha se Allahu është i varfër dhe se ata janë më të pasur se ai. Nuk mund ata përmbaj veten, edhe e godita për hir të Allahut." Funhasin e zuri paniku kur dëgjoi çdo gjë ashtu siç ishte në të vërtetë. Zgjidhja e tij ishte të mohonte pretendimin e Ebu Bekrit. "Unë nuk kam thënë asgjë nga këto," u përgjigj. Çfarë burri ishte ky? Po e akuzonte Ebu Bekrin për gënjeshtër. Ndoshta në momentin kur dele vërteta në shesh, nuk ka më kthim prapa. Nuk zgjati shumë edhe zbritën ajetet kuranore që vërtetonin besnikërinë e Ebu Bekrit. Qiejt filluan të flasin dhe Xhebraili i solli shpalljen hynore profetit Muhammed. Vargjet kuranore përmendin fjalët e thëna nga Funhasi dhe shpjeguan se të tillë njerëz hipokrit do të ndëshkoheshin në zjarrin e xhehenemit. Pozita e Ebu Bekrit pranë profetit, pozita e atyre që kishin vënë shpatullat kauzës së Islamit,
edhe në kohë vështirësish ekstreme, duhet të ishte e veçantë. Ta persona kishin zënë një vend unik pranë Allahut. Allahu i plot fuqishëm e shpjegon këtë dallim në ajetin e mëposhtëm. Nuk janë të barabartë ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar para fitores me ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar më pas. Edhe sjellja e profetit nuk ishte ndryshe. Ata që kishin qëndruar pranë tij në ditët e hershme të Islamit kishin vlerë unike. Në fakt askush nuk mund ta imagjinonte se sa shpërblim të madh kishin fituar ata që qëndruan afër profetit në kohën kur vështirësitë ishin të rënda. I dërguari i Allahut ishte një pasqyrë pa imitueshme që reflektonte moralin e Allahut. Si mund t'i trajtonte ndryshe ndjekësit e tij? Kauza hyjnore që ishte ngjizur në shpellën Hira kishte pasur mbështetje të vazhdueshme që në ditët e para. Ata që i kishin qëndruar pranë që në momentet e fillimit, të parët e të parëve, kishin vend të veçantë në zemrën e profetit. Ai e kishte bërë të qartë këtë në çdo vend ku kishte ardhur mundësia dhe e kishte shfaqur në sjelljen e tij ndaj tyre. Një ditë, i dërguari i Allahut ishte ulur me sahabët teksa pa shokun e tij të dashur të afrohej. Ai duke i mërzitur, profeti kuptoi që larg gjendjen e tij emocionale, pastaj tha: "Shoku toni ka ndodhur diçka." Ai e njinte shumë mirë atë. Fytyra e Abu Bekrit ishte e zbehtë dhe në trup i dalloheshin shenja rraskapitjeje. Ai erdhi dhe ul pranë profetit. Pastaj me zë të ulët filloi të flasë. Ndodhi diçka midis meje dhe Omer ibn Hattabit. Më duket se u solla pak ashpër me të dhe i theva zemrën. Në çast u ndjeva fajtor dhe i kërkova falje, por ai nuk e pranoi. Prandaj erdha tek ti, o i dërguari i Allahut. Profeti u mërzit nga dëshpërimi i Abu Bekrit. Ai nuk mund ta shikonte në këtë gjendje shokun e tij besnik. Në fillim u lut, Allahu u tregofti but me Abu Bekrin. Kjo ishte edukata e profetit. Ai lumturoi nga gëzimi i shokëve të tij dhe mërzitej nga dëshpërimi i tyre. Papritur atmosfera kishte ndryshuar dhe dukej sikur re të zeza kishin rënë mbi ta. Ndërkohë Omeri ishte penduar për sjelljen e tij dhe shkoi në shtëpinë e Abu Bekrit për t'i kërkuar falje. Ai nuk e gjeti atë në shtëpi, ndaj nxitoi drejt xhamisë. Gjendja e tij shpirtërore ishte e njëjtë me atë të Abu Bekrit. Ai përshëndeti profetin dhe hyri në xhami. Ndërkohë që kërkonte një vend për të ulur, Omeri e ndjente tensionin. Pendimi i tij ishte i thellë, por ishte tepër vonë. Koha nuk mund të kthehej prapa për të ndryshuar veprimin që kishte bërë. Në atë çast, duke se Omeri të madh i kishin shtëruar të gjitha energjitë. Zemra e Abu Bekrit mund të mos e pranonte më atë. Ai ra në këmbët e profetit fisnik dhe u përgjërua. Për Allah, unë veprova keq, ishte fajin. Ai ishte aq i sinqert, sa që përsëriste vazhdimisht të njëjtat fjalë me një ton zëri që lutej për falje. Edhe rrete ngarkuara me shi ishin gati të shpërthenin në mëshirë. Profeti fisnik ju drejtua të gjithë të pranishmëve me fjalët e tij. Betohem në Allah, kur ai më dërgoi mua profet, ju të gjithë mendonit se isha mashtrues. Abu Bekri ishte i vetmi, i cili tha: "Ti dëshmon të vërtetën." Ai më mbrojti mua me jetën e tij dhe me gjithçka kishte. A nuk do ta linit pranë meje mbështetësin tim besnik? Çfarë mund të thuaj pas këtyre fjalëve kaq të sinqerta? Të gjithë po huan me kokë, si një korr i heshtur, secili po honte. Dhe të vërtetën o profet fisnik. Edhe kur e kishte zemrën të thyer, Abu Bekri shqetësohej për ndjenjat e të tjerëve. Ai mendonte për hidhërimin që ndjente personi tjetër dhe qortonte veten si shkaktar. Ndërkohë që Abu Bekri ishte larguar nga turma, ai kishte qarë në heshtje. Ky ishte karakteri i tij, e si mund të sillej ndryshe. Por për fat të keq, këto gjëra ndodhnin her pas here. Në një rast tjetër, ai pati një keq kuptim me Rabiatul Eslemin. Çështja u paraqit përpara profetit. Abu Bekri e kishte lënduar me fjalë Rabian. Ai u mundua ta shlyente këtë duke kërkuar nga Rabia që dhe ai t'i thoshte të njëjtat fjalë, por
për fat të keq, Rabia nuk pranoi dhe Ebu Bekri tha: ose ti do të marrësh atë që të takon me të drejtë, ose unë do ta çoj këtë çështje tek profeti. Rabia nuk ndryshoi qëndrim. Ishte e qartë se vetmja mënyrë për ta zgjidhur problemin ishte të kërkonin ndihmë nga profeti. Menjëherë shkuan tek ai. Në atë çast një grup burrash nga klani i Eslemit, të cilët e kishin marrë vesh incidentin, ishin ulur me profetin. Ata po e kritikonin sjelljen e Ebu Bekrit, kur Rabia ndërhyri: pushoni, ju po flisni për Ebu Bekrin, jo për një njeri çfarëdo. Allahu e quan atë i dyti prej të dyve, në shpellën Theur. Mos flisni kundër tij për të më mbrojtur mua. Profeti do të pikëllohet nga dëshpërimi i tij. Padyshim, pikëllimi i profetit do të sjellë zemrimin e Allahut ndaj nesh, dhe ai do të ishte fundi i Rabias. Ebu Bekri shpjegoi gjithçka që kishte ndodhur. Shpreha e fytyrës së profetit tregonte se ai nuk ishte i kënaqur nga ato që kishte dëgjuar. Ai pa nga Rabia dhe i kërkoi atij me një ton zëri të pakënaqur se ç'problem kishte me Ebu Bekrin. Edhe Rabia ishte i mërzitur nga e gjithë ngjarja. Megjithatë dëshironte që ta sqaronte atë. Kishte një detaj të cilin ata nuk e kishin vënë re. Rabia tha: o profet fisnik, ai mu drejtua me disa fjalë jo të mira. Më pas sugjeroi që edhe unë t'i thoja atij të njëjtat fjalë. Megjithatë, unë nuk pranova. Profetit të Allahut i pëlqeu sjellja e Rabias dhe e këshilloi atë që të lutej: Allahu të mëshiroft ty, o Ebu Bekër. Ishte e qartë se profeti nuk dëshironte që të turbullonte mikun e tij të dashur, i cili kishte qenë për krah tij që në fillim. Për këtë arsye, ai po i kërkonte Rabias që të lutej për të. Mbështetja e profetit ndaj tij edhe në situata ku ai mund të ishte në gabim, e prekën kaq thellë zemrën e Ebu Bekrit, saqë zuri të qante. Sipas dëshmisë së Rabias, Ebu Bekri ul në një qoshe dhe shpërtheu në lot. Maturia dhe aftësia e tij për të kuptuar. Megjithse ishte një ndër personat më erudit mes besimtarëve, Ebu Bekri kur nuk e përdori këtë si avantazh për të ngritur reputacionin e tij. Ai kishte qenë dëshmitari pothuajse të gjitha shpalljeve që i zbritën profetit dhe kishte njohuri për traditat më të respektueshme profetike. Ndoshta kjo është arsyeja, se ishte një ndër dy njerëzit i cili kishte dhënë fetva ndërkohë që profeti ishte ende gjallë. Pavarësisht kësaj, ai e fshinte aq shumë zgjuarsinë e tij, saqë nuk fliste përveç rastit kur i drejtohej një pyetje. Ai preferonte që t'i linte të tjerët të pyesnin profetin. Kështu çdo njeri do të kishte mundësi të merrte informacion prej tij nga afër. Njerëzit si Ebu Bekri ishin kaq të ndjeshëm, saqë kur uleshin pranë profetit, silleshin sikur të kishin zogj mbi kokat e tyre. Ata drithëroheshin nga mendimi se mund ta shqetësonin profetin. Në lidhje me këtë, ai kishte pohuar: cila mbretëri do të më pranonte mua, apo nën cilin qiell do të gjeja strehim nëse bëj vërejtje që kundërshtojnë librin e Allahut. Një ditë u shpall ky ajet: as dëshirat e tua dhe as ato të njerëzve të librit nuk mund të mbizotrojnë. Kushdo që bën keq do të ndëshkohet sipas veprës së tij. Përveç Allahut nuk do të gjeni tjetër mbrojtës e ndihmues. Ebu Bekri u zhyt në mendime të thella pasi dëgjoi këtë ajet. Ai mundohej të kuptonte përmbajtjen e ajetit hynor, dukej se nuk kishte rrugdalje për Ebu Bekrin. Si mundej i biri i Ebu Kuafes të flinte në një natë të tillë? Me të shpejta i shkoi tek i dërguari i Allahut. Fytyra ishte zbehur dhe zemra i rrihte si e marr. Me zërin që i dridhej, pyeti: lexo 10 sahabët e përgëzuar me xhennet. O profeti i lartësuar, ky ajet na ka thyer më dysh. A ka ndonjë prej nesh i cili nuk gabon? Edhe një herë i takonte profetit që të ngushëllonte Ebu Bekrin. Ai anguli vështrimin e Ebu Bekrit dhe i kujtoi atij mosmarrveshjet edhe mundimet që njerëzit kalojnë në këtë jetë. Më pas, profeti tha: këto janë gjërat për të cilat do të shpërblehesh në jetën e përjetshme. Në një tjetër rast, kur Ebu Bekri ishte ulur bashkë me profetin, një burr erdhi dhe filloi ta mallkonte atë. Duke qenë aq pranë profetit,
Ai u ndjej jashtëzakonisht i poshtëruar. Ai nuk mund t'i jepte asnjë shpjegim fyerjeve të atij personi. Me cepin e syrit, ai hodhi vështrimin për të parë reagimin e profetit. Profeti i lartësuar po buzëqeshte, dhe kjo i dha një mbështetje të lehtë zemrës së Ebu Bekrit. Për fat të keq, burri nuk kishte ndërmend të ndalonte dhe vazhdonte me fyerje dhe sharje. Më në fund Ebu Bekri nuk duroi më dhe vendosi të ndërhynte me një përgjigje, përpara se ai të thoshte fjalët në mbrojtje të vetvetes. Profeti i lartësuar u çua dhe u largua prej aty. Ai nuk po buzëqeshte më. Me ta parë këtë gjë, Ebu Bekri po ashtu u ngritë dhe vrapoi pas profetit. Ai nuk mund të duronte që ta shikonte profetin të mërzitur. Kur e arriti atë, i tha: "O profeti fisnik i Allahut, ti isha aty kur ai njeri po më fyente. U mundova ta ndalja kur ai i kaloi kufi, përse u largove i zemruar?" E pyeti ai respektueshëm. Ebu Bekri u soll me modesti, ndërkohë që përpiqej të kuptonte mësimin që profeti i lartësuar po i jepte me anë të sjelljes. Profeti e heshti për një çast dhe më pas bëri një pohim, të cilin duhet ta kujtojë çdo musliman. Nuk ka dyshim se ndërkohë që ti qëndroje i heshtur, një ëngjëll përgjigjej në vendin tënd. Sa po fillove ta mbrosh vetveten, aty erdhi shejtani. Nuk doja të qëndroja në të njëjtin vend me të. Pas këtij shpjegimi, profeti i lartësuar e përgjithsoi çështjen me komentet e mëtejshme. O Ebu Bekër, 3 gjëra janë të vërteta. Allahu do t'i lartësoj edhe do t'i shpërblej ata të cilët ruajnë qetësinë për hir të Allahut, kur të tjerët u bëjnë keq atyre. Cili do që hap një derë në emër të së mirës dhe i jep me zemërgjërsi atyre që janë pranë tij, Allahu do t'ia shtojë pasurinë dhe mirëqenien. Cili do që kërkon prej të tjerëve me qëllim për të shtuar pasurinë, Allahu do t'ia shtojë varfërinë. Njeriu i besueshmërisë dhe i sigurisë, pavarësisht nga dijet e thella që kishte për Islamin, ai mbështetej plotësisht mbi të dërguarin e Allahut. Kur diskutoi një çështje e caktuar, ai mjaftohej me mendimin e profetit. Nëse ekzistonte ndonjë hadith në lidhje me çështjen në fjalë, atëherë nuk kishte më vend për diskutime. Sipas Ebu Bekrit, fjala e fundit ishte ajo e profetit. Në atë kohë ekzistonin 2 superfuqi të mëdha, perandoria bizantine dhe perandoria perse. Midis të dyjave kishte filluar një luftë e përgjakshme, ku persët që ishin adhurues të zjarrit kishin ngadhnyer mbi bizantinët që konsideroheshin si udhëtar të librit. Bizantinët ishin mundur aq keq, saqë askush nuk mendonte se do të rimëkëmbeshin përsëri. Çfarë rëndësie mund kishte kjo fitore mbi krahinën e Hijazit? Në fakt ajo kishte pasoja të mëdha, sepse idhujtarët e Mekës, të cilët nxirrnin kuptime nga çdo ngjarje, e përdorën këtë kundër muslimanëve. Kjo luftë mbarte edhe një kuptim tjetër. Ishte një luftë ndërmjet besimit në një Zot të vetëm dhe politeizmit. Fitoria e adhuruesve të zjarrit mbi të krishterët u përdor nga Kureshët si argument se e njëjta gjë do të ndodhte edhe muslimanëve. Kureshët ishin nga ana e persëve. Kjo ishte një mundësi për t'u treguar muslimanëve se një fuqi toksore kishte fituar mbi atë hynore. Sipas kësaj logjike, edhe Kureshët, që ishin fuqia toksore, do triumfonin mbi muslimanët, të cilët konsideroheshin si përfaqësuesit e kauzës hynore. Ndërsa ky debat vazhdonte me ditë të tëra, zbriti surja Rum, me anë të së cilës Kurani pohonte se bizantinët do triumfonin mbi persët për 3 ose 9 vjet. Ky ishte një lajm i madh për Kureshët, të cilët e përdorën për t'u tallur me muslimanët. Sipas tyre, Kurani kishte parashikuar të pamundurën. Kur Ubej ibn Halef u takua një ditë me Ebu Bekrin, hapi menjëherë bisedën në fjalë. Ai përmendi këtë ajet kuranore dhe filloi të tallej me të. Ebu Bekri nuk kishte dyshim rreth ajetit dhe e mbrojti Kuranin me rigorozitet. Të dy ishin këmbgulës në argumentet e tyre dhe ranë dakord që në fund të 3 viteve, humsi do t'i jepte 10 deve fituesit. Pas kësaj Ebu Bekri shkoi menjëherë tek profeti dhe i tregoi për marrëveshjen. Profeti fisnik i rikujtoi Ebu Bekrit kohën që nënkuptohej në ajet.
Ajeti shpreh qartë se kjo ngjarje do të ndodhte për 3 deri në 9 vjet. Megjithatë, Ebu Bekri e kishte interpretuar si 3 vjet. Profeti i sugjeroi ta ndryshonte marrëveshjen dhe të rriste numrin e viteve, dhe po ashtu edhe atë të deveve. Sapo mori këshillën e profetit, Ebu Bekri u kthye tek Ubej ibn Halefi dhe i propozoi që periudha kohore të shtyhej deri në 9 vjet, dhe numri i deveve po ashtu. Nga ana e Ubejës nuk pati asnjë kundërshtim, pasi askush në gadishullin arabik nuk besonte se persët do të mundeshin. Marrëveshja ishte mbyllur. Kaluan të 9 vitet dhe në vitin 627 të dy ushtrit ishin sërish përballë njëra tjetrës. Në betejën e madhe të Ninovës, parashikimi i ajetit kuranor ishte përmbushur. Ushtria bizantine kishte mundur perandorinë e madhe perse. Afërsisht, po në të njëjtën kohë, muslimanët ishin përballur në Bedër me idhujtarët dhe fitoria e premtuar nga Allahu ishte bërë realitet. Muslimanët ishin shumë të gëzuar, sepse kishin mundur idhujtarët për herë të parë në fush betejë. Ata falenderuan dhe madhëruan Allahun e plot fuqishëm. Kureshët morën një goditje të dytë me lajmin e fitores së bizantinëve mbi persët. Gjërat nuk kishin shkuar ashtu siç e kishin menduar ata. Por më tepër kishin pësuar edhe një disfat në Bedër. Në kundërshtim me spekullimet e tyre, Kurani kishte triumfuar. Ubeje kishte ikur tashmë në vend banimin e fisit të tij. Për këtë arsye, Ebu Bekri shkoi tek familja e tij dhe kërkoi 100 deve. Tradita e tyre i detyronte t'i përmbaheshin marrëveshjes dhe i dorëzuan Ebu Bekrit 100 deve. Çfarë mund të bënte një njeri bujar si Ebu Bekri me kaq deve? Natyrisht do t'i jepte për bamirësi. Ebu Bekri bëri atë që duhej dhe u adhuroi të gjitha personave në nevojë. Modesti dhe sinqeritet. Një ditë i dërguar i Allahut, ndërsa po mbante një predikim, papritur ndali dhe pyeti: "A ka ndonjë midis jush që agjeron sot?" Pas një çasti heshtjeje, Ebu Bekri u përgjigj me zë të ulët duke thënë se ai po agjeronte. I dërguari i Allahut pyeti përsëri: "A ka ndonjë që ka dhënë sadaka?" Edhe kësaj here mbizotroi heshtja e ndjekur nga zëri i turpshëm i Ebu Bekrit. "Unë kam dhënë, o i dërguari i Allahut." Pyetjet vazhduan: "A ka ndonjë që ka falur një namaz xhenazeje sot?" Dukej sikur profeti po bisedonte me një person të vetëm. Ebu Bekri përsëri u përgjigj: "Unë kam falur." Profeti fisnik vazhdoi: "A ka ushqyer ndonjë nga ju një njeri të uritur sot?" Asgjë nuk ndryshoi nga më parë. Tani ishte e qartë se i dërguari i Allahut po u bënte të njohur xhamatit se kush ishte shoku i tij i dashur, Ebu Bekri. Ai e dinte se Ebu Bekri kur nuk do t'i përmendte këto virtyte po t'i liej atij në dorë. Edhe një herë ai u përgjigj: "Unë o i dërguari i Allahut." Ishte momenti i fundit kur profeti do të bënte pohimin përfundimtar. Ai u kërkoi të gjithëve të ishin dëshmitar për këto fjalë. Kushdo që bën të gjitha këto vepra të mira në një ditë të vetme, do të jetë i falur nga mëkatet dhe kështu do të meritojë parajsën drejt kalifatit. Ndërkohë muhaxhirët dhe ensarët ishin mbledhur për të diskutuar dhe vendosur se kujt do t'ia jepnin besën pas profetit. Si fillim u përqendruan në idenë e të pasurit të një lideri nga çdo fis. Sidoqoftë një mendje e ndritur si ajo e Omerit e kuptoi se kjo do të sillte përçarje dhe konflikt midis njerëzve. Omeri e dinte se sapo shpatat të nxirreshin nga milli, ato nuk futeshin më lehtë mbrapsht. Ai i bindi të pranishmit se duhet të kishin një lider të vetëm. Ebu Bekri ishte ftuar me insistim në mbledhje. Sapo u bashkua me të tjerët në mbledhje, Omeri u ngrit në këmbë dhe tha: "O njerëz të ensarve, a nuk e dini ju se i dërguari i Allahut urdhëroi Ebu Bekrin të dilte imam në namaz për të prirë besimtarët? A do të kishte guxim ndonjëri nga ju të dilte para Ebu Bekrit dhe të zinte vendin që vetë i dërguari i Allahut ka caktuar për të?" Omeri po u fliste një grup i burrash serioz dhe të drejtë. Prandaj ata u përgjigjen një zëri: "I friksohemi Allahut dhe kërkojmë mëshirë prej tij nëse dalim para Ebu Bekrit." Ishte një situatë konfuze. Nga njëra anë ishte i dërguari i Allahut i cili sapo ishte larguar për në botën e përtejme, dhe në anën tjetër po diskutoi se kush do të pasonte atë si lider. Me të vërtetë nga njëra anë ishte dhimbja
dhe dëshpërimi i largimit të profetit, dhe nga ana tjetër, sfida e ruajtjes së një drejtpeshimi midis besimtarëve. Ania e Islamit duhet të lundronte drejt brigjeve të qeta dhe kjo duhet të bëhej pa shkaktuar dëm në shpirtin e fesë. Natyrisht në atë kohë duhet të merreshin masa të rrepta në mënyrë që të shmangej përçarja. Vendi bosh i liderit duhet të plotësohej tashmë nga një person i denjë për të. Përndryshe, do të vendos një njeri që nuk e meritonte. Ebu Bekri mbeti i habitur nga biseda. Ai tentoi të ndërhynte duke thënë se vendi i liderit duhet të zëvendësohej nga një ekspert si Omeri ose Ebu Ubade. Megjithatë, Omer ibn Hatabi nuk e la të fliste gjatë. Me një ton autoritar, ai i tha: "Më lejo të të bëj një pyetje", edhe vazhdoi. I dyti nga ata të dy kur ishin në shpellë dhe ai i tha shokut: "Mos u mërzit. Allahu patjetër është me ne." Teube 40. Kush është ai që përmendet në këtë ajet? Kush është personi që është nderuar me shoqërinë më fisnike? Në këtë pikë zërat të tjera e mbështeten Omerin. Si mund t'ja japim ne besën dikujt tjetër kur midis nesh është një sidik dhe i dyti nga ata të dy? Për më tepër, fjalët e të dërguarit Allahut, për sa i përket drejtimit, ishin akoma të freskëta në mendjet e tyre. Dy persona të cilët duhet të diskutojnë pas meje janë Ebu Bekri dhe Omeri. Në këto moment të gjithë po mendonin të njëjtën gjë. Rreziku i një konflikti kishte qenë i afërt. Të gjitha çështjet ishin zgjidhur brenda një dite, pa rënë ende nata. Më në fund Omeri mori dorën e Ebu Bekrit dhe e vendosi mbi të tijën. Kjo do të thoshte se kalifi i pari të dërguarit Allahut ishte zgjedhur. Pas Omerit, të gjithë erdhën një nga një për t'i dhënë besën Ebu Bekrit. Ky ishte fillimi i një momenti sfidues për Ebu Bekrin. Ai ishte tashmë kalifi i profetit Allahut dhe të gjithë besimtarve. Pas betimit Ebu Bekri u ngjit në minberin e mesxhitit. Ky ishte minberi nga i cili profeti fisnik mbante ligjëratat para besimtarve. Ndërsa ngjitej në minber, Ebu Bekri qëndronte në majtë të gishtave. Ai mbante një respekt të madh për kujtimin e të dërguarit Allahut. Ai ndali në mes të shkallëve dhe filloi t'u flas njerëzve. Kjo ishte ligjërata e parë për Ebu Bekrin. Ai foli me një zë të butë dhe të ndjeshëm. "O njerëz, ju më keni zgjedhur si liderin tuaj megjithse unë nuk jam më i mirë nga ju. Ndaj kërkoj ndihmën edhe mbështetjen tuaj nëse veproj drejt, dhe të më ftoni në rrugën e dur nëse shmangem nga ajo. Padyshim se drejtësia është një dhuratë e çmuar dhe padrejtësia një formë tradhtie. Me shpresën tek Allahu, më i dobti nga ju do të jetë më i forti kur unë të mbroj të drejtat e tij. Po ashtu më i forti nga ju do të jetë më i dobti kur unë të korrigjoj gabimet e tij. Kini kujdes, askush nga ju nuk duhet të tërhiqet nga përpjekja në rrugën e Allahut. Kujtoni se kush ka neglizhuar në këtë çështje, ka merituar poshtrimin e Allahut. Allahu do të sjell fatkeqësi të mëdha mbi atë popull ku imoraliteti është shpërndar lirisht. Bindmuni mua për sa kohë unë i bindem Allahut. Nëse bëj ndonjë gabim në bindjen ndaj Allahut edhe të dërguarit të tij, atëherë mos u bindni." Autori i këtyre fjalëve do të ishte më pas ai që do të mposhte perandorinë e Persisë dhe të Bizantit. Pozita e lartë dhe rangu, vetëm sa kishin shtuar modestinë e tij. Ebu Bekri ishte bërë akoma më i dëmshur. Tani që kishte mbi shpatulla të gjithë ummetin e profetit Muhammed. Sipas Ebu Bekrit, fuqia nuk i jepej për të shtypur të tjerët. Përkundrazi, ajo ishte një barë e rëndë që duhet të mbahej dhe një detyrë që duhej përmbushur. Ebu Bekri ishte një person tejet i ndjeshëm. Megjithatë, ai ishte gjithashtu një gjeni, i cili do të vendoste një sistem të përkryer në një kohë kur bazat e shoqërisë po lëkundeshin nga themelet. Kjo arritje do të përshëndetej me lavdërime të mëdha nga Omeri, i cili do të bëhej kalifi i dytë pas Ebu Bekrit. Sipas dëshmisë së Omerit, Ebu Bekri la pas një rrugë shumë të volitshme për ata që do të vinin më pas. Hijazi tronditet nga polemikat. Sipas dëshmisë së të bijës së Ebu Bekrit edhe nënës së besimtarëve, Aishës, barra e problemeve dhe shqetësimeve që ra mbi të atin kur mori postin e kalifit ishte aq e rëndë, sa që po të kishte qenë vendosur mbi malet,
ato do t'ishin bërë cope thërrime. Largimi i profetit nga kjo botë kalimtare ishte një shans i madh për mendjet e djallëzuara që të fillonin dhe të shpallnin profecinë e tyre të rreme. Në të gjithë krajinën e Hijazit filluan të dalin profet të rremë. Gjithashtu kishte njerëz të cilët nuk i ishin nënshtruar Islamit plotësisht. Megjithëse ata faleshin si të tjerët, nuk pranuan të jepnin zekatin, kishin dalë risi në lidhje me fenë dhe kishin filluar sërish konfliktet midis fiseve të ndryshme. Ambienti ishte mbushur me debate dhe rebelime. Madje edhe në ditën e ndërimit i jetë të profetit, filluan thashethemet në lidhje me ushtrinë e Usames të përgatitur nga vetë profeti. Themelet e bashkësisë islame po rrezikoheshin nga këto përçarje dhe debate. Pavarësisht nga këto, Ebu Bekri ishte njeriu i dur për këtë gjendje. Kështu kishte dashur kaderi hyjnor. Allahu i lartësuar i kishte dhënë atij një pozitë pranë profetit, në mënyrë që ai të ishte i përgatitur për kohë të tilla. Ebu Bekri ishte i pajisur me aftësitë për të qenë një lider, edhe për të vendosur një sistem të qëndrueshëm që do të mbronte unitetin e Islamit pas largimit të profetit. Kjo ishte kaq e qartë, saqë Omeri vite më vonë do të ndjej i detyruar të bënte pohimin e mëposhtëm. Kam vënë në re se qëndrimi i rrepti i Ebu Bekrit ndaj rebelimit dhe trazirave ishte më i efektshëm se imi gjatë qeverisjes së tij. Ai kishte bërë aq përpara në edukimin e njerëzve me Islamin, saqë unë nuk e pata fare të vështirë t'i administroja ato gjatë qeverisjes sime. Ibn Mesudi gjithashtu e nderoi Ebu Bekrin me këto fjalë. Pas të dërguarit Allahut, ne na është dashur të përballemi me shumë incidente shqetësuese. Nëse Allahu nuk do të na kishte dhënë një lider si Ebu Bekri, do të ishim shkatërruar. Paqe dhe qetësi. Brenda një kohe të shkurtër, të gjithë ata që ishin hedhur në kryengritje dhe luftonin me njëri tjetrin ishin ndalur. Në një farë mënyre ishte vendosur rregulli që nga ky moment Ebu Bekri nisi planet për të arritur një sër objektivash afat shkurtra dhe afat gjata. Këto objektiva ishin pikat të treguara nga i dërguari i Allahut. Ebu Bekri i mblodhi të gjithë energjitë e tij për këtë qëllim dhe ju përkushtua punës natë e ditë. Shembulli i drejtësisë, Omeri radiallahu anhu. Padyshim se mbështetësi i tij kryesor ishte Omer ibn Hatabi. Ebu Bekri caktoi Omerin për çështjet e drejtësisë. Konfliktet edhe mosmarrveshjet ndërmjet qytetarëve të Medinës silleshin përpara Omerit. Drejtësia ishte puna e Omerit dhe ai jetonte me drejtësi. Ndjeshmëria e Omerit për drejtësinë i kishte dhënë atij titullin Faruk, që do thoshte diferencuesi i drejtësisë nga padrejtësia. Kishte kaluar një vit dhe Omeri shkon te kalifi dhe kërkon të dorëzojë detyrën. Natyrisht e kishte një arsye, andaj Ebu Bekri e pyeti për arsyen. Përgjigjja e Omerit ishte shumë interesante. Ai u ankua se që nga caktimi i tij në detyrën e gjykatësit para një viti, askush nuk ishte ardhur për të kërkuar zgjidhje për ndonjë çështje. Dëshmia e Omerit tregoi gjithashtu se njerëzit e përkushtuar sinqerisht në shërbimin e Allahut edhe të dërguarit të tij nuk shfaqnin probleme në shoqëri. Arsyeja për këtë ishte se ata kishin jetuar në epokën më të bekuar dhe po bëheshin gati të hynin në epokën tjetër, më të bekuar. I dërguari fisnik i Allahut njëherë kishte thënë: njerëzit më të bekuar të të gjitha kohërave janë ata që jetuan në epokën time, të ndjekur nga një tjetër dhe një tjetër. Devotshmëria dhe frika ndaj Allahut. Askush nuk mund të vinte në diskutim devotshmërinë dhe frikën e tij ndaj Allahut. I vetmi shqetësim që kishte ai në jetë ishte kauza e tij. Ai përdori çdo gjë të vetën në këtë kauzë. Pasuritë e kësaj bote, paraja, fisnikëria dhe pozita nuk kishin asnjë vlerë në sytë e tij. Ata nuk mund ta ndryshonin dot Ebu Bekrin dhe nuk e bën. Një ditë ishte shumë i etur dhe i sollën një gotë me ujë. Në ujë kishin shtuar pak mjalë, ndërsa po e kthente gotën për të pirë, ndali dhe zuri të qaj, po qante aq shumë sa që edhe të tjerët rreth tij filluan të qajnë bashkë me të. Pas pak të gjithë pushuan së qari përveç Ebu Bekrit, i cili vazhdonte të qante me zë të lartë. Pati nga ata që menduan se kalifi do të mbytej nga lotët. Në fakt, kjo ishte mënyra më e mirë për të dhënë një shembull. Ai u jepte një mësim përmes veprave. Pasi e mori veten, e pyetën: "O kalif i të dërguarit Allahut, çfarë të bëri të qash kaq shumë?" U përpoqt përgjigjej duke rënkuar me dënesë: "Një ditë isha ulur me profetin.
Ai papritur filloi të shtynte me dorë sikur refuzonte diçka. Unë nuk shija se çfarë ishte. Kështu që e pyeta: "O i dërguar, i dashur i Allahut, çfarë po përpiqesh të largosh, pasi unë nuk po shoh asgjë?" Ai mu përgjigj: "Ajo ishte dynjaja, e cila mu shfaq përpara syve. Unë e largova dhe bëra ashtu me duar." Ajo u largua, por u kthye përsëri duke thënë: "Edhe nëse ti arrite të më largosh, ata që do të vinë pas teje nuk do t'ja arrijnë." Mu kujtua kjo ngjarje dhe pata frikë se dynjaja kishte gjetur prani tek unë. Për këtë qava. Megjithëse ai zotronte aftësitë për të duruar çdo lloj vështirësie dhe fatkeqësie, ndodhte që ai donte të qëndronte i veçuar me natyrën. Në këto çaste ndjehej i brengosur. Në një nga këto ditë melankolike pa një zog që qëndronte i lirë mbi një pemë. Zogu këndonte dhe hidhej nga njëra deg në tjetrën. Për pak minuta e soditi me admirim. Pastaj tha: "Qofshi gëzuar kështu. Sa do dëshiroja të isha kështu si ty. Sa do doja të isha një zog si ty pa përgjegjësi dhe detyrë. Do doja të qëndroja në përdeg të ndryshme, të ushqehesha me fruta dhe të fluturoja pastaj." Një ditë tjetër, kur pesha e përgjegjësisë po i rëndonte shumë mbi shpatulla, pa një pemë, i tha: "Sa do dëshiroja të isha një trung që të më prisnin edhe të më digjnin." Ati nuk i pëlqente kur njerëzit i kërkonin të lutej për ta. Sa herë që përballej me një situatë të tillë, hapte krahët dhe lutej: "O Allah, ti më njeh më mirë se sa unë njoh veten time, dhe unë e njoh veten time më mirë se sa njerëzit më njohin mua. Më bëj mua të tillë që ti meritoj këtë lutje. Më fal mua për gjërat që ata nuk i dinë. Mos më bëj përgjegjës për atë që thon ata." Ata të cilët e dinin që Ebu Bekri ishte shumë i ndjeshëm ndaj këtyre gjërave, i sollën ndërmend fjalët e profetit fisnik në lidhje me të. Ai nuk ishte kurrë i sigurt për veten e tij. U përgjigj: "Betohem në Allah. Edhe nëse e shoh veten time me të dyja këmbët në parajs, prap nuk jam i sigurt nëse e meritoj apo jo." Të garoje në një garë për punë të mira ishte në natyrën e tyre, dhe kjo jo vetëm për Ebu Bekrin. Omer ibn Atabi po ashtu i kishte vënë qëllim vetes që do të ndihmonte një plak të verbër që të jetonte në periferitë Medinës. Ai kalonte rregullisht pranë shtëpisë së saj për ta pyetur nëse kishte nevojë për diçka. Sa herë që ai shkonte pranë saj, plaka i tregonte se dikush kishte ardhur para tij dhe ja kishte kryer të gjitha punët. Omeri i nderuar u bë kurreshtar se kush ishte ky njeri që i bënte paraprit çdo herë. Vendosi të shkonte më herët se zakonisht për të takuar të panjohurin. Sidoqoftë ai vinte gjithmonë përpara. Më vonë e kuptoi që ky person ishte Ebu Bekri. Përballimi i jetës me rrugë të lejuara ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për Ebu Bekrin. Ai do të vinte në rrezik jetën e tij, vetëm që një kafshat e vet me haram të mos kalonte në stomakun e tij. Një ditë një shërbëtor i solli Ebu Bekrit një pjatë me ushqim dhe Ebu Bekri e ëngri. Më vonë shërbëtori e pyeti Ebu Bekrin: "O kalifi i profetit, a e di nga ka ardhur ky ushqim?" Për pak sekonda, Ebu Bekri u mbush me djerse dhe filloi të dridhej nga frika. Me sa duket shërbëtori dinte diçka. Ebu Bekri pyeti me ndrojtje: "Nga ka ardhur?" Shërbëtori nuk ishte zgjidhje tjetër veç se të tregonte të vërtetën. Në kohën e ignorancës, një burr më pati kërkuar t'i parashikoja fatin. "Unë nuk paramerrja vesh nga kjo punë, kështu që e gënjeva. Sot e takova edhe më dha paratë që më kishte borxh për punën që i bëra." Ushqimi që ëngre ishte bler me ato para. Para se shërbëtori të mbaronte fjalën, Ebu Bekri kishte futur gishtat në gojë, po përpiqej me dëshpërim të villte. Donte të nxirrte gjithçka që kishte ngrënë. Një person që pa gjendjen e Ebu Bekrit i tha: "Allahu të mëshiroft, po e bën këtë vetëm për një kafshat ushqim?" Prijësi i besimtarëve u përgjigj: "Betohem në Allah, do t'isha gati të jepja edhe jetën për ta nxjerrë këtë ushqim nga stomaku, sepse e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut të thotë: zjarri i xhenemit është më i përshtatshëm për trupat që janë ushqyer me haram dhe me të ndaluara." U friksova nga ushqyerja me këtë ushqim, andaj e volla të gjithë ç'kisha ngrënë. 2 vite të bekuar. Brenda një kohe të shkurtër prej 2 vitesh si kalif, Ebu Bekri kishte arritur të zgjidhte çështje shumë të vështira, si dhe kishte vendosur bazat ligjore të shtetit që do të zbatoheshin nga kalifët e tjerë. Arritjet e Ebu Bekrit do të reflektonin mendjen e këtij gjeniu,
i cili do t'i jepte lamtumirën kësaj bote, sapo të përfundonte misionin e tij. Jo vetëm kishte zgjidhur disa çështje të brendshme, por gjithashtu kishte hedhur firmën e tij në shumë nisma dhe fitore që do të mundsonin përhapjen e Islamit në të gjithë botën. Një nga këto arritje të mëdha ishte mbledhja e Kuranit në një libër të vetëm. Shqetësimi i tij filloi të rritej më shumë kur hafizët e Kuranit, ata që e din Kuranin përmendësh, po martirizoheshin. Për këtë, ai u këshillua me Omerin për ta mbledhur Kuranin në një libër të vetëm. Omeri ishte dakord dhe ideja e tij u finalizua. Si rezultati shumë betejave të zhvilluara në të gjithë rajonin, Iraku u çlirua nga muslimanët. Irani u detyrua të bëjë marrëveshje. Rajoni i Damaskut ishte nën territoret muslimane dhe perandoria bizantine ishte tundur nga themelet. Të gjitha këto ngjarje kishin ndodhur brenda 2 viteve. Aso kohë perandoria bizantine dhe ajo perse ishin superfuqitë e botës dhe askush nuk ishte guxuar të përballej me to deri në kohën kur Ebu Bekri erdhi në pushtet. Trashëgimia e tij. Burri i cili dikur kishte qenë tregtari më i dëgjuar i Mekës dhe njeri të cilën Mekasit e respektonin deri në përulje, Ebu Bekr, besniku, kalifi i profetit, kishte lënë pas një deve për qumësht, një shërbëtor dhe një tas për të futur qumshtin. Këto ishin gjithçka që kishin mbetur nga gjërat e tij. Megjithatë, titulli Ebu Bekr, Sidiku, do të ishte i tillë që askush nuk do ta arrinte deri në ditën e gjykimit. Tashmë Ebu Bekri kishte shkuar pranë Allahut edhe profetit dhe Omeri, veziri i dytë, ishte kalifi i ri. Pikë së pari, i sollën gjërat e Ebu Bekrit tek Omeri. Gjendej një enë e madhe argjile që kishte brenda diçka. Nuk kishin zgjidhje tjetër veçse ta thyenin për të parë se çfarë kishte brenda. Sapo e thyen, parat u shpërndan nëpër tokë. Kur pa këtë, Omeri nuk u përmbajt dot dhe tha me lot në sy: Allahu të mëshiroft, o Ebu Bekr. Nuk e lën asnjë fjalë për ata që do të vinë pas teje. Tani jam unë personi që do të marr përgjegjësinë e kësaj detyre. Kjo ishte mënyra se si Omeri e vuri veten në detyrë. Ai e kuptoi se duhet të ishte jashtëzakonisht i kujdesshëm në marrjen përsipër të postit nga një njeri i cili kishte shërbyer me përpikërinë më të madhe, që i kishte diskutuar çështjet në detajet më të vogla. Sipas Omerit, arritja e një ndjeshmërie kaq të madhe ishte pothuajse e pamundur. Pas vdekjes së Ebu Bekrit, Omeri shkoi tek shtëpia e tij dhe foli me gruan e tij, Esma bint Umejjes. Ai e pyeti për jetën fetare të burrit të saj në detaje. Ajo i shpjegoi si më poshtë. Ai ngrihej para agimit edhe merrte abdes. Pastaj falte namazin. Ai falej shumë, më pas lexonte Kur'an dhe qante. Ai gjithashtu qante në sejdë gjatë namazeve. Në këto raste unë ndjeja një erë që ngjante si mëlçi e pjekur. Omeri ndërsa dëgjonte fjalët e përmalluara të Esmës, u prek. Ai filloi të qante bashkë me Esmën duke i thënë: si mund ta krahasosh veten me një shërbim si ky, o biri i Atabit? Jeta familjare. Familja e Ebu Bekrit kishte disa cilësi të cilat nuk i posedonte asnjë familje tjetër. Familja e tij kishte qenë shkaku i zbritjes së ajetit kuranor që i lejonte muslimanët të merrnin tayemmum kur nuk kishte ujë për abdes. Pas zbritjes së këtij ajeti, Useid ibn Hudejri tha: padyshim, ky nuk është i vetmi bekim i ardhur mbi familjen e Ebu Bekrit. Midis sahabëve, familja e Ebu Bekrit ishte e vetmja që kishte namin për 4 breza muslimanësh. Kjo ishte arritur përmes Abdurrahmanit dhe Esmës. Siç dihet, Ebu Bekri është martuar 4 herë në kohë të ndryshme. Nga këto 4 martesa, ai pati 6 fëmijë. Gruaja e tij e parë ishte Katila bint Abduluza. Ebu Bekri e divorcoi atë gjatë kohës së ignorancës. Pas divorcit, ajo erdhi për të vizituar vajzën e saj, Esma, me disa dhurata. Esma i refuzoi dhuratat edhe u përpoq ta ndalte të futej në shtëpi. Pas incidentit, Katila i tha Aishes të fliste me profetin për të gjetur një zgjidhje për çështjen. Më vonë ajetet kuranore treguan se këto lloj marrëdhëniesh ishin të lejuara në kohë paqeje. Pas Katiljas, Ebu Bekri u martua me Ummu Ruman bint Amir, e cila ishte nëna e Aishes dhe Abdurrahmanit. Ummu Rumani e kishte pranuar Islamin përpara martesës me Ebu Bekrin. Ajo i kishte dhënë besën profetit në Mekë. Ummu Ruman ndroi jetë në vitin e 6 të Hijretit.
Pas Umanit, Ebu Bekri u martua me Esma bint Umejs. Ajo ishte e veja e Gjafer ibn Ebu Talibit, i cili kishte rënë shehid në luftën e Mu'tes. Nga kjo martesë Ebu Bekrit i kishte lindur djali më i vogël, Muhamedi. Esma ishte ndër gratë e para që kishte pranuar Islamin. Ajo ishte bërë muslimane përpara se profeti të hynte në shtëpinë e Ibn Erkamit. Ajo gjithashtu ishte në grupin e personave që emigruan në Abisini, ku kishte shkuar bashkë me bashkëshortin Gjafer ibn Ebu Talib. Gruaja e fundit që u martua me Ebu Bekrin ishte Habibe bint Harigje. Ajo ishte nga fisi Hazrej i Ensarve. Habibja ishte shtatzën në kohën kur vdiq Ebu Bekri. Ajo lindi më vonë një vajzë që e quajti Umu Kulthum. Abdurrahmani ishte fëmia më i madh. Ai e pranoi Islamin ditën e Hudejbijes. Përpjekjet e tij gjatë emigrimit ishin të jashtëzakonshme. Ai shoqërohej me idhujtarët gjatë ditës dhe më pas informonte ata që do të niseshin për emigrim për të rejat më të fundit në Mekë. Ai ra shehid nga një shigjet në ditën e Taifit. Në atë kohë Ebu Bekri ishte kalif. Djali i Ebu Bekrit, Muhamedi, kishte lindur ditën e Hutbes, së lamtumirës. Ai e humbi të atin në moshën 3 vjeçare. Muhamedi u rrit nga Aliu. Më vonë, ai ishte emëruar si guvernatori i Egjiptit dhe atje ra shehid. Vajza e madhe e Ebu Bekrit, Esma, të cilës profeti i kishte vënë titullin Dhunitakain gjatë emigrimit të shenjtë, ishte martuar me Zubeir ibn Awamin. Nga kjo martesë lindi Abdullah ibn Zubeiri. Esma ishte e vetmja grua shtatzën gjatë emigrimit. Ajo ishte e para muhaxhire që lindi në Medinë. Për këtë Abdullah ibn Zubeiri ishte fëmia i parë i palindur akoma që kishte emigruar. Esma vdiq në vitin 73 të Hijretit. Ajo ishte e njohur për bujarinë e saj. Nëna jone Aisha, bashortja e dërguarit Allahut, ndëroi jetë në vitin e 57 të Hijretit. Përpara se Ebu Bekri të ndëronte jetë, ishte folur me Aishen për Ummu Kulthumin, vajzën që nuk kishte lindur akoma. Ai e këshilloi Aishen për pjesëtarët e familjes. Ta janë vëllezërit edhe motrat tuaja. Aisha nuk po kuptonte se çdonte të thoshte i ati dhe e pyeti: "E di se kush janë vëllezërit dhe e di se Esma është motra ime, por kush qen ka motra tjetër?" Ebu Bekri i kujtoi Aishes Harigjen. Ajo lindi një vajzë, ashtu siç kishte thënë Ebu Bekri. Më vonë, Ummu Kulthumi u martua me Talha ibn Ubejdullahun. Është e qartë se midis sahabëve të tjerë, familja e Ebu Bekrit qëndron lart me cilësi të dallueshme. Edhe ndërmjet sahabëve nuk gjendet një i dytë si Ebu Bekri. Ai është i vetmi, babai, nëna dhe fëmijët e të cilit ishin të gjithë musliman. Për më tepër, 4 gjenerata të familjes së tij ishin takuar me profetin duke marrë gradën e sahabëve. Ebu Bekri kishte arritur këtë përmes 2 degëve të familjes, Abdullah ibn Zubeiri dhe nëna e tij Esma, Ebu Bekri, dhe babai i tij Ebu Kuhafe. Muhamedi i biri Abdurrahmanit, i cili ishte djali i parë i Ebu Bekrit, dhe Ebu Bekri dhe babai i tij Kuhafe. Si përfundim, mund të themi se Ebu Bekri ishte një person i cili u ngrit nga tregu i qytetit në rangun e kalifit. Arritjet edhe rangu i lartë në të cilin u ngjit e bën atë një shembull të paharrueshëm për të gjithë ata që do të pasonin. Mënyra e jetesës së tij gjithmonë në progres dhe për mirësim të vetvetes duhet merret parasysh dhe të ndiqet nga të gjithë. Ai ishte një model qëndrueshmërie që kur nuk tha mjaft kam bërë. Ai ishte në një garë për të bërë gjithnjë e më shumë. Në rrugën e të drejtëve u përpoq deri në fund pa hezitimin më të vogël dhe frikën se mos u mbiste nga pasuria e tij. Ka vetëm një gjë që mund të themi për ata që e shikojnë Ebu Bekrin me zili. Asnjëherë nuk është shumë vonë. Ndoshta ju kur nuk do t'jeni si Ebu Bekri, por me ndihmën e Allahut, ju mund t'i shërbeni Islamit ashtu si Ebu Bekri dhe të mbaheni mend në përjetësi.